Po, por shtetet e tjera në rajon, pra duke i referuar edhe Maqedonisë edhe Malit të Zi, por edhe mënyrën se si bashkëpunojnë dhe bashkjetojnë kroatët dhe bosnjakët është komplet e ndryshme, pra janë më të konsoliduara dhe më ndryshe nga ç'është Republika Srpska, edhe nga mënyra se si u krijua dhe se si operon dhe se si është lejuar të organizohet deri më tani. Prandaj duket se ajo është edhe pika më ose hallka më lehtë për tu kputur këtij zinxhiri shtetesh të përbëra në rajon. Prandaj është edhe përqendrimi më i madh që të kputet kjo hallkë dhe në një mënyrë ose në tjetër të kënaqet Serbia me të kompenzohet siç e thon ata me përfitime në perëndim, me zgjerim të artës së saj në perëndim. Kjo dhe duket që është ky proces duket se në fakt është i pashmangshëm. Mund të shtyhet për disa javë ose muaj, por jo edhe me vite. E kuptoj. Amerika e para, çfarë do të thotë kjo për rajonin ton? Rikthimi i perandorive moderne gjithmonë ka përplasur edhe rajonin tonë, që është e vërteta. Dhe ky rikthim i fuqishëm i gjeopolitikës në këtë kuptim ravizon edhe interesat amerikane në Evropën juglindore në pikpamje diçka tjetër sipas gjasave, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të mund ta kenë vëmendjen e theksuar në rajonin tonë siç e kanë pasur deri tash. Ato tashmë janë përqendruar gjetk dhe gradualisht po tërhiqen nga Evropa. Amerika e para nënkupton që raportet e rajonit ton, parazgjithash e popullit ton, që të rishikohen këto në kuptimin që i jep pikërisht kjo parolë Amerika e para. Do të parazgjithash ne duhet kemi parasysh që mund të ruajmë, mund të selisin tutje raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke marrë në konsiderat interesat e thella strategjike amerikane, por edhe interesat ekonomike. Në rast se kjo administratë e Trumpit nuk do ta shifte të arsyeshme shpenzimin e madh në fushën e mbrojtjes, për shembull, mbajtjen e forcave të saj këtu, duke marrë në konsiderat vetëm barrën e shpenzimeve amerikane, atëherë ne do duhet të rishikojmë këtë proces dhe të krijojmë mundësi që amerikanët të shohin interesin e vet, duke projektuar mundësi të mbetjes më gjatë në rajon. Që është e vërteta, kjo mundësi është reale në hapësirën shqiptare. Edhe Kuqova dhe Bonstili janë dy simbole të veçanta që dëshmojnë se interesat amerikane mund të vazhdojnë të jenë të përqendruara në Evropën juglindore, krahasim me Evropën qendrore ose Evropën lindore. Por kjo nuk kupton që ne do duhet të investonim gjithë shpresat te kjo te mbetja e forcave amerikane në rajon. Prandaj në nënshkrimin e marrëveshjes trepalshe mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë në lëmen e mbrojtjes dhe sigurisë e shoh me shumë rëndësi të madhe. Ndërkaq thellimin e bashkëpunimit ushtarak mes dy republikave tona duke shkuar drejt shkrirjes pothuajse të sistemit të mbrojtjes të dy republikave tona, pasuar me një marrëveshje të tipit që kishte në një mënyrë ose tjetër mundësi, do të kishte në një mënyrë ose tjetër mundësi të hapte siparin e krijimit një komande supreme të përbashkët, janë hapa që garantojnë se Amerika e para është sinjal që edhe ne duhet të shikojmë interesin tonë së pari. Dhe nuk duket se kjo është e vetmja, sepse Turqia me procedurë të përshpejtuar duket se do të miratojë në parlament edhe marrëveshjet që ka bërë me Shqipërinë, me Kosovën dhe me Maqedoninë e Veriut. Po, dhe
pesha e kësaj marrëveshje tripalshe që unë nënshkrua sfundmi në Tiranë merr karakter historik edhe për këtë arsye. Mbetet e hapur që asaj t'i shtohen edhe vende tjera të Ballkanit. Në rast se do të arrihej të thellohej kjo marrëveshje me Turqinë, ndërka shpejtit nënshkruhet edhe me Bullgarinë, atëherë mund të themi se parolla Amerika e para ka dhënë kontributin e vet në këtë drejtim, në kuptimin që i ka hapur mundësi krijimit të aleancave rajonale që do të frenonin ekspansionin serb dhe do të ruanin paqen në rajon. Mundësit aty kanë qenë, po u ka hapur sytë dhe mendjet kanë përshtypjen. Ju falenderoj shumë që ishit sot me ne. Ditë të mbar. Lutem, ditë të mbar edhe juve atje.